Si çdo profesion tjetër, edhe profesioni i berberit është një nga ato profesione të cilat zgjidhen për t'u marrë. Dhe mënyra se si zgjidhet nuk është një e vetme, po janë 4. Mënyra e parë është tradita familjare, e dyta është detyrimi që prindrit i bëjnë një personi për të marrë profesionin, e treta është zgjedhje e detyruar dhe e katra është pasion dhe dëshirë për ta marrë këtë profesion. Tani ne do t'i analizojmë në çdo njërin nga këta 4 pika që sapo përmendëm, në mënyrë që ta shihni se si është pjesa e zgjedhjes së profesionit. Arsyeja e parë, tradita familjare. Tradita familjare në historinë e barberingut është e njohur si në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, dhe kjo vjen si pasojë e një trashëgimi brez pas brezi të profesionit. Dhe ajo zakonisht trashëgohet me mbiemër. Domethënë berberani trashëgohet me mbiemër. Për shembull, mbiemri pa emër. Domethënë është thjesht mbiemri i berberit i cili po punon dhe kalon nga babi ke fëmia ose nga xhaxhai ose nga gjyshi dhe trashëgohet, domethënë brez pas brezi, dhe këta njerëz që kur lindin do bësh berber si babi, do bësh berber si gjyshi, influencohen dhe rriten me frymën për të bërë berber. E dyta është pjesa e detyrimit që prindit domethënë i bën fëmijës për ta bërë berber ose për të marrë profesionin e berberit. Prindi është ai person i cili ka kërkuar ose ka pas dëshirën e madhe për të bërë berber dhe pa mundësi për të realizuar këtë pjesë, indoktrinon fëmijën e vet për ta marrë profesionin e berberit, jo se bën keq, por duhet i lejmë fëmijët që të zgjedhin vetë se çfarë kërkojnë të mësojnë ose të bëjnë, në mënyrë që ta bëjnë me qef dhe mos ta marrin në mënyrë të detyruar nga prindrit, dhe mos kërkojmë që dëshirat dhe ëndrat tona të realizohen nëpërmjet fëmijëve tanë. E treta është zgjedhja e detyruar. Zgjedhja e detyruar është një zgjedhje që bëhet për arsye të rrjeteve sociale. Siç i shohim në video të shumta, bëu berber, ose mos berber diçka tjetër. Video pa pushim, ka lek, fiton shumë, edhe ti e shef si zgjidhje dhe jo si zgjedhje, dhe pa prit mas ti shkollë dhe bë kurs dhe bësh berber. Domethënë kjo është zgjedhje e detyruar ku ti influencohesh dhe bësh berber ose gjendesh në një vend ku ti nuk do dëshiroje të gjendeshe, por gjendesh nga rrethanat e ndryshme që detyrojnë të gjendesh aty. E katra është zgjedhja, dëshira, pasioni për profesionin e berberit, dhe ky është rasti që i duhet çdo kujt për ta marrë si profesion. Domethënë ata njerëz cilët kanë pasion, dëshirë dhe vullnet për ta bërë këtë profesion, atëherë ata janë të mirë pritur për ta bërë profesionin, sepse profesioni i berberit është jetë, profesioni i berberit është gjatë gjithë jetës. Domethënë ti zgjohesh mëngjes, ikën darkë, kur plakesh, kur s'ke më fuqi, ti e bën këtë profesion deri ditën kur ti vdes, kur ndroi jetë, dhe duhet që ta kesh me pasion, do të kesh dëshirë dhe do të jesh një person empatik, do të jesh një person i ndjeshëm i cili ka dëshirë të flasë me njerëzit, ka dëshirë që ti inkurajoj njerëzit, sepse mbi të gjitha profesioni i berberit është psikologji, që kështu këta ishin 4 pikat për cilët ne folëm që një person zgjedh profesionin.